Të nderuar shikues, mirëmbrëma, takohemi me të pashoqe dhe për këtë të mërkur do të analizojmë aktualitetin politik, por jo vetëm. Them jo vetëm sepse do ta nisim bisedën e sotme me të ftuarin që un kam në studio, pikërisht për alarmin që është ngritur së fundmi mbi përgjigjet masive në Shqipëri, pajisja e famshme DPI, ç'po ndodh përtej kësaj etj etj. Kam kënaqësinë të kem sonte të ftuar në studio Shemsi Prençin. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Tani unë do t'ju prezantoj jo si herët e tjera. Më saktë një herë ka ardhur në studion time, kjo është e dyta, në mos gaboj. Por do të prezantoj sigurisht me qenë se jemi në ethet e fushatës elektorale si kandidat në listën e Euroatlantikëve me krye Lulzim Bashën, apo? Po, faleminderit. Suksese për fushatën si fillim. Shumë faleminderit. Ndërkohë, e nisim me atë që unë thash, alarmi se shqiptarët po përgjohen dhe kjo me vendim qeverie, të kryeministrit, të strukturave përkatëse. Një situatë pothuajse analoge me ç'ka ndodhur e ç'ndodh në Turqi, së fundmi pajisja DPI, rrezikshmëria që vjen prej saj, pra çdo gjë e shqiptarëve është në ekspozimin më të madh të mundshëm. Faleminderit zonja Dervishi, po në lidhje me pyetjen që ju më adresoni, nuk do të flas si kandidat për deputet. Jo, e di, prandaj. Po do të flas si ekspert i sigurisë edhe si ish drejtuesi i policisë së shtetit. Por i qik më lart ndjeshmëria edhe për faktin që unë kam pranuar ofertën për të kandiduar në një nga alternativat e reja të politikës në Shqipëri, pra duhet të jem më i përgjegjshëm raport me komunikimin me shikuesit dhe dëgjuesit tuaj. Kemi përjetuar një situatë tepër të rëndë jo më larg se para 2 vitësh, kur u cënua siguria kombëtare dhe u prekën sistemet më të qëndësishme të shtetit shqiptar, nëse ju kujtohet, prekja e sistemit TIMS, të dhënat personale, hyrjet daljet në kufirin shtetëror, në të gjitha nivelet, dhe pastaj edhe të dhënat personale të punojësve të policisë shtetit, shërbimit informativ shtetëror, dhe u prekën dhe sistemet tjera që kanë të bëjnë me punën operative të policisë së shtetit dhe të shërbimit informativ. Për ta minimizuar atë që ka ndodhi, eksponent të rëndësishëm të qeverisë shqiptare, duke përfshirë kryeministrin e Shqipërisë dhe disa ministra, u deklaruan se nuk është cënuar siguria kombëtare. Madje presidenti i Republikës, i futur në atë stanin e tij, nuk pranoi të bëjë as mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, sepse nuk ka kompetencë, por nuk ka fuqi morale, pasi qëndron si një ushtar i strukur para komandantit, që është kryeministri i Shqipërisë. Dhe kjo më ka bërë përshtypje. U cënua siguria, u fsheh, kjo e vërtet, që kishte dalë në rrezën e diellit, dhe ngeli vetëm thjesht puna e gazetarëve, të cilët i përgëzoi të gjithë pa përjashtim, të atyre mediave që guxuan ta thonë të vërtetën, pati edhe nga ato media që heshtën dhe nuk e pranuan këtë katraur që ka ndodhur në sistemet e Shqipërisë. Madje qeveria shqiptare, nën zë dhe mbi zë, deklaroi që Akshi duhet mbështetur me fonde për të ngritur një sistem për mbrojtjen e sistemeve. Pra për sigurimin e sistemeve që kanë në përdorim administrata shtetërore shqiptare, dhe sidomos institucionet dhe agjencitë e zbatimit ligjit, sepse atje cënohet më shumë të siguria kombëtare. Normalisht në ndjenin time janë dhënë disa dhjetra, mos themi rreth 64 milion euro, për ta ngritur këtë sistem, të mbrojtjes së sistemeve. Tani nuk është halli tek të ngrihet sistemi që të mbrohet sistemi, Të lutem. Jo, po informacionet janë që me vendim të vetë qeverisë është bler një pajisje e caktuar në bashkëpunim, më duket, me izraelitët në funksion për të përgjuar shqiptarët. Kështu që nuk po flasim për një palë të tretë që po na e bën këtë gjë. Këtu pra që të krijojmë siguri në sistem, se mos një palë e tretë na godet etj etj, siç na ndodhi dikur me. Të falenderoj pra. U dha ki alarm në atë kohë, duke aluduar se janë hakerat, hakerusit iranian, ndërkohë që 2 vite më parë
u provua që hakerusit hakerët nuk ishin iranian, ishin shqiptar, ishin me detyra të rëndësishme në policinë e shtetit dhe në Ministrinë e Mbrojtjes, sepse këtu doja të dalë. Dhe para 5 ditësh është marrë ish drejtori i IT-s i Ministrisë së Brendshme, është marrë në përgjegjësi, është marrë i pandehur. Para çka do të thotë që hakerimi vinte nga brenda, vinte nga institucionet shtetërore dhe propaganda e kryeministit se ne do të ngrem, do paguajmë, do investojmë shumë marramendse lekësh për të ngritur një sistem, për të mbrojtur sistemet, na doli që këto para janë përdorur për të blerë pikërisht to pajisje për të përgjuar shqiptarët. Dhe tashmë nuk ka nevojë të përgjojë spaku, siç ndodh me subjektet e krimit organizuar, që me të drejtë spaku me vendim gjykate bën kërkesën, miraton dhe përgjon cilin do prej subjekteve të spakut apo lidhjeve të tyre për të zbuluar të vërtetën e ngjarjeve kriminale, të krimit organizuar kundër jetës së personit apo krimit dhe korrupsionit, krimeve dhe shpërndimit të detyrës. Por në fakt tani rezulton se janë bler pajisje për të përgjuar shqiptarët. Këtu dua të ndalem. Dhe këto po përdoren. Me ç'funksion? Qëllimi final. Shiko, ne kemi bërtitur disa kohë që në Shqipëri po instalohen regjime. Po ka bërtitur opozita, ka bërtitur ndonjë gazetar kurajos me integritet, po zëri i tyre ka rënë në vesh të shurdhër. Faktikisht ne kemi kopjuar modelin e Turqisë, ne kemi kopjuar modelin e Serbisë, ne kemi futur në përgjim gjithë shqiptarët. Dhe tani pajisjet për përgjimet përkundrapesh të spakut dhe përkundrapesh të prokurorive të jurisdiksionit përgjithshëm, që bëhen me vendim gjykate, tashmë institucionet shtetërore në varësi të kryeministit po bëjnë përgjime përtej ligjit dhe përtej respektimit të lirive dhe drejtave themelore të njerëzit. Çka do të thotë që ne e kemi prekur regjimin e kontrollit mbi privatësinë e cili do qytetar, përfshi edhe ju dhe mua që jemi këtu duke folur. Fakti që tani po dalin gjitha llojet e bisedave, ne jemi ai shteti që humbëm privatësinë, na humbën edhe, nuk e di, din gjë ti për ato satelitet që se mos keni marrë, unë s'kam marrë vesh prej 3 vitesh, asnjë imazh nuk ka Ministria e Mbrojtjes, asnjë imazh nuk ka kryeministri, asnjë imazh nuk ka presidenti fare. Pra, ne tani parat për satelitet ikën dhe ne nuk marrëm asnjë imazh as për zjarret, nuk marrëm as për përmbytjet, nuk marrëm për asgjë. Kryeministri na pa thënë që do t'ju shohim nga lart edhe kur të mbjellni hashash. Edhe kur të mbjellni misër edhe kur shkulni patatet. Kështu është shprehur të kësaj. Tani kryeministri e kuptoi që ky model nuk mund të ishte modeli i kontrollit shqiptarëve. Modeli i kontrollit shqiptarëve do ishte me modeli që kishte përdor 45 vjet Enver Hoxha. Enver Hoxha në atë kohë s'kishte teknologji dhe në çdo familje bënte një bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit, edhe tregonte ç'a hëngrën në darkë, ç'a hëngrën në mjes dhe ç'a hëngrën në drek. Pra, spioni brenda familjes tregonte për gjithë familjen. Tani nuk është më ajo kohë, ka ardhur koha e teknologjisë dhe e mjeteve nga më modernët, dhe tani ai përgjon zyrën tuaj, pallatin ku ju ushtroni aktivitetin, burgun, dhomat e paraburgimit. Ka gjetur disa ministra. Jo, të hym pak teknikisht tu si përgjigj. Do shkojmë. Tani është pak teknike për ta kuptuar dëgjuesit. Sa më thjesht. Por dikur janë instaluar që në gjuhën, në zhargonin popullor i thomi qimkat. E kuptoj. Edhe janë instaluar në një zyrë dhe në atë zyrë do merri në pyetje një i pandehur, një personën e tij me tjerë, dhe përgjohej të gjitha bisedat që bëshin 2 persona në atë dhomë. Tani nuk ka nevojë që të përgjohen 2 persona të përplasur në një dhomë, po mjafton që t'ja vesh atje ku do bëj bisedën telefonike, shemsi i ndaluar, i arrestuar, i përgjuar me zonjën Dervishi, qindra mijëra kilometra larg. Pra, kjo është forma e përgjimit. Ka lloj-lloj formash, po një ndër këto tani janë të përgjuar telefonat celular jo me vendim gjykate, po me tekat, me variantin që u përgjuan edhe telefonatat e ish kryebashkiakut ose kryebashkiakut, themi se ligjërisht është kryebashkiak të Tiranës në burg, me njerëz besnik si ai kategorisë Ulsimania dhe varësit e tij drejtorisë përgjithshme të burgjeve dhe drejtorisë burgut të. Po pse e përgjuan? E përgjuan sepse donin të dinë
Shiko, ne duhet ta pranojmë, nuk kemi shqiptarët janë një popull i politizuar në këto 34 vite. Partia Socialiste ka psuar një farë të rënditje, edhe për shkak të asaj që lideri jon i koalicionit Euroatlantik e pyet 727-313 ku i ke shokët e tjerë, sepse Rama realisht e din se ku i ka shokët, dhe tashmë fakti që gjysma e qeverisë është në burg, ata të gjithë janë bashkuar bashk dhe po zhvillojnë një luftë në rrogos kundër këtyre që kanë ngelur në pushtet. Sepse ustallarët e partisë, ju jeni gazetare me shumë eksperiencë. Të paktën ne njihemi bashkë ka 20 e kusur vite. Ustallarët e Partisë Socialiste, jo 20 e kusur vite se më bërë shumë të vjetër, po gjithsesi relativisht pa. Me eksperiencë, po. Fjalën të vjetër e përdoret ju. Dakor. Unë jam shumë korrekt. Një gazetar me eksperiencë. Dakor. Bësh shaka bëj sa dush. Jo, dakor, po se kur vjen dëgjoj duhet të dish që vajzat gratë përgjithësi kur i shkohet tek mosha, aty bëhen pak. Sta thash mosha, unë thash ju jeni gazetare me eksperiencë, unë tregova shumë i kujdesshëm. Jo, falenderoj. Po, është e vërtetë, është fakt. Isha gentleman në këtë thënie. Por në aspektin tjetër, që thash gazetare me shumë eksperiencë, thash në aspektin se ju keni bërë gazetari cilësore dhe ndaj jeni këtu ku jeni, sepse të tjerët rrin peng për një ndoshta për një urdhër. Ju nuk jeni nga ata, se keni pranuar dhe nuk jeni nënshtruar në kuptimin e mirë të fjalës që të bëni shërbëtori dikujt për një copë rrog, por keni treguar vetveten. Gjithsesi kalojmë tek pyetja juaj. Ustallarët e Partisë Socialiste nuk janë mate Partia Socialiste. Janë në burg, ose janë në hetim, ose janë të pandehur në gjendje të lirë, ose janë kandidat për në burg. Pra ata që e ngritën Partinë Socialiste në 91-shin, ata që e mbajtën Partinë Socialiste edhe kur mendoi që do shkërmoqej, dhe tani në listat e mbyllura të kandidatëve për deputet, që do të çojnë atë Partinë Socialiste drejt objektivave të vitit 2030, nuk janë asnjë, shumë pak, ose janë njerëz që s'kan qenë kurrë protagonistë e Partia Socialiste. Ata janë gjithë në fushë të hapur, në luftë për të garantuar një apo dy mandata. Po, për ta konkluduar përgjigjen e pyetjes që pse e përgjuan? Po pikërisht pra tani. Kjo pala e dërmuar në pikpamje të e friksuar. Jo e friksuar, e ndënuar, e ndërshkuar, se ato Partia Socialiste ka vjedhur bashkë. Ato 17 vendimet fape. E friksuar, është bërë paranojake po thua. Jo, e kanë humbur shpresën se nuk janë më pjesë e pushtetit të rilindjes të drejtuar nga Edi Rama. Janë keq përdorur nga kryeministri Edi Rama me ato vendimet fak, se gjithi kanë firmosur nga një firmë, kryeministri ka hedhur si kryeminist të gjithë. Dhe ata sot janë larguar të gjithë. Tani këta të mërzitur me në krye Lalieri kanë mbledhur gjitha forcat, duke përfshi këtu edhe specialist të IT-s, e lidhi me ato dy emrat, Gjonin dhe Rokajn, që Gjoja janë hakerusit, se ato s'janë hakerus, sepse ata s'din as kompjuterin ta përdorin, por në adresat e tyre është bërë hakerim. Tani, Veliajn për çfarë e përgjuan? Do ma thua shkurt këtë? Veliajn e përgjuan deri ku Velia e komunikon. Dhe si ndjehet Veliaj, është i friksuar, është i mërzitur, është në grahmat e fundit të humbjes së shpresës dhe besimit për Ramën dhe bashkëpunëtorët që mban Rama sot, dhe duke e ditur se ai ka humbur të gjitha shpresat, deri ku të shkojë? Mund të flas, po thoni. Ai mund të flas, po edhe çfarë përgatitet për të folë, se fakti që ai përgatit. Po pra, ti po thuaj, thon shkurt dhe që ta kuptojnë ndjekësit. Ata e kanë përgjuar se mos Velia i shpëton goja, po e them kështu, edhe flet ndonjë gjë dhe ata duan ta kenë në kontroll, a është kështu? Ata kishin dini. A është ky thelbi? Po, Veliaj e para do të bënte përpjekjet maksimale për të ngritur skenare për të mbrojtur veten, dhe në fund fare do të afroj bashkëpunimin me organet e drejtësisë, sepse në fund të fundit çdo person që nuk sheh më shpresë, se Veliaj juridikisht është i paformuar, rezistencë
për të përballur me regjimin e burgut nuk ka, sepse nuk është ndonjëri i sprovuar në vështirësi. Veliaj punën e parë që ka bërë deputet, pastaj ministër, pastaj kryetar bashkie. Kuptoj. Tani për mos humbur kohë, shkojmë pak tek SPAK-u. Pjesa e hakerimit, tentativës për të ndërhyrë tek emailët e 3 prokurorëve, tentativa edhe për tek vetë Altin Dumani, por e pamundur, pa rezultat. Ka shumë nga ata që thonë gjitha këto janë bërë nga brenda, kush shihet pas tyre, çfarë ndodhi realisht në SPAK? Meqense ne duhet të flasim për opinionin publik gjërat më afër të vërtetës, sepse e vërteta nuk mund të pranohet që është gjithmonë më afër meja, më afër jush, por ne duhet në perceptimin individual duhet pranojmë që hakerimi është bërë nga jashtë. Po. A ka dorë ndonjë nga brenda? Unë them po, unë personalisht them që dikush do e ketë lënë një dritare hapur. Pra, ka një bashkëpunim. Po. Pse them ka bashkëpunim? Fakti që SPAK-u deri në këto ditë që po flasim ne, nuk ka bërë publike. Madje edhe për policinë e shtetit, deri para 5 ditësh nuk ka pas treguar se pse u arrestuan këto 2 personat. Madje kur janë arrestuar, policisë nuk i ka treguar fare për arsye dhe çfarë çështje penale kishte. Po. Madje një zyrtar i lartë i shtetit është në kërkim. Sipas meje, informacionet që kam unë, është në kërkim. Një ish zyrtar shumë i lartë i shtetit është në kërkim. Po disa ish zyrtar shumë të lartë të shtetit nuk ndjehen fare dhe ato me sa di unë, një ish sekretari i përgjithshëm nuk është në Shqipëri. E ka lënë Shqipërinë. Ish sekretari i përgjithshëm? Po. Po. Një ish sekretar tjetër që është akoma sekretar dikun nuk ndihet fare. Nuk ndihet fare, pra nuk thot edhe po edhe jo dhe nuk është prononcuar, ose nuk i ka dhënë leje partia dhe qeveria për të prononcuar, pra s'ka si prononcim. Kjo tregon që ushtria e atyre që kanë humbur shpresat për të patur besim më tek qeveria dhe Partia Socialiste janë të angazhuar dhe të bashkuar për ta filluar luftën e përplasjes së madhe midis dy kampave në Partinë Socialiste. Në pikpamje tjetër duhet bim dakord unë dhe ju që sipas informacioneve, po edhe sipas hamendjes time, që hakerimi është bërë për 2 qëllime. Një për t'i bërë presion dhe shantazh prokurorëve të SPAK-ut, dhe një për t'i bërë presion politikës, për t'i bërë presion qeverisë, për ta shantazhuar qeverinë që ne nuk kemi vdekur. Ne jemi larguar i qik nga ju, po vdekur nuk kemi. Jemi gjallë, kemi ushtri, kemi ekspert, tajtis, kemi ish zyrtar që kanë një ushtri me vete, dhe për mendimin tim ato kanë shfrytzuar, unë paktën e kam të provuar që një pjesë të, jo të gjithë prokurorët janë në zbatim të kushtetutës dhe ligjit. Ka prokurorë në SPAK që po t'ju lësh dorë të lirë, i nxjerrin dosjet dhe i derdhin tek sheshi para bashkisë. Dhe prandaj them që ka disa prokurorë dhe ndonjë oficer të BK-s që mund të kenë bashkëpunuar me këtë grupin e mërzitur të piramidës qeverisë dhe duke bashkëpunuar kanë arritur për të përgëzuar në SPAK-u që në një kohë rekord sapo u dha alarmi në kompjuterat e prokurorëve ose në hyrje të kompjuterit të kreut të SPAK-ut, veproi me shpejtësi dhe identifikoi gjurmën nga ishte bërë ndërhyrja. Dhe ndaj arrestoi këto 2 persona. Por, duke ndjekur aludimin që zyrtari Gjonaj dhe zyrtari Rokaj ishin persona jo kompetent dhe jo njohës të mirë të IT-s, deri në zotrimin e aftësive për të hakeruar, ata e mbyllën këto 2 dhe vazhduan më lart dhe shkuan tek personat që unë thash që ato janë në kërkim. Dhe tashmë SPAK-u duhet të nxitojë për 2 arsye. E para, kjo çështje të shkojë deri në fund, deri ku është i lidhur zinxhiri dhe kush fshihet profesionistët që kanë bërë hakerimin real në adresat e këtyre 2 personave që ndodhen të arrestuar dhe kush është
regjizori ose kush janë regjizorët, se mund të ketë disa regjizorë. E para. E dyta është një alarm për Spakun, prokurorët e Spakut që kanë çështje sensitive në hetim, të rëndësishme për zyrtarët e lartë shtetit, kryesisht ish ministra dhe ministra që janë aktualisht, e për cilën ka shumë të dhëna se ka jo një çështje, po disa çështje të rënda që kanë të bëjnë me korrupsionin, por kanë të bëjnë edhe me krimin kundër jetës personave, lidhje me grupet kriminale të rrezikshme në Shqipëri, me organizatat kriminale. Prokurorët tashmë duhet të punojnë me 3 turna, jo me 2. Me 3 turna për të mbyllur hetimet, për t'i quar në gjykat, edhe e pse jo të detyrojmë parlamentin të mlidhen në një seancë plenare të jashtëzakonshme për të hequr 1, 2, 3 apo 7 imunitete dhe për t'i arrestuar njerëzit, sepse vetëm atëherë bjen qetësi Spaku, po bjen qetësi besoj edhe lufta ose zbehet sadopak lufta midis 2 kampeve brenda Partisë Socialiste. Sepse ata hakerusit dhe regjizorët e hakerimit nuk do ta ndalojnë këtë luftë këtu, derisa të drejtësia e re të përpi edhe ata pjesë të cilët janë të preferuarit e bablokut. Sipas meje gjithmonë. Të komentojmë pak riardhjen e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranë Spakut, shumë e komentuar, pasi u aludua në fillim që Amerika e ka braktisur Spakun, institucionet e drejtësisë së re, etj. Çfarë do të thotë riardhja e ekspertëve amerikan pranë Spakut? Fuqishëm janë atashuar tashmë edhe europianët. Çfarë pritet? Më falni, unë nuk jam në gjendje të riprodhoj 100% të bisedës që kemi bërë bashkë para 3 muajsh këtu. Shumë se. Vitin e kaluar, po. Po, ndoshta edhe në një studio tjetër. Unë kam qenë protagonist, e para e kam mbështetur Spakun pa rezerva dhe kam qenë optimist që drejtësia e re do ta thotë një fjalë ndryshe dhe faktikisht e ka thënë, sepse është ngjitur në lartësinë e goditjes të autorësisë së krimit organizuar dhe organizatave kriminale dhe sidomos krimit dhe korrupsionit në zyrtarët e lartë. Dhe kam arsye ta ushqej shpresën se do përmirësohet akoma më shumë. Po kështu kam qenë i bindur dhe e kam shprehur në ato orët e para që pasi u njoha me disa materiale të rëndësishme, jam deklaruar dhe pozicionuar që specialistët e FBI-t nuk e kanë braktisur Spakun. Por fakti që presidenti i ri i Shtetit Bashkuar të Amerikës nxorri një dekret për fondet federale, të cilat nuk shpërdoreshin vetëm në Shqipëri, ishin mos gabohem rreth në gjithë botën, 64 miliard euro në gjithë botën dhe investoheshin jo vetëm tek organet e drejtësisë, po për Shqipërinë ishin 35 institucione. Dim shumë mirë listën, bile e disponoj listën, që përfitonin nga fondet federale të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Por që nuk e justifikonte asnjë nga institucionet, me përjashtim Spakut, sepse vetëm Spaku kishte bërë një punë të shkëlqyer dhe kishte një besueshmëri në opinionin publik, 73% mos gabohem. Po. Ndërkohë që në raportin e Institutit Republikan Amerikan, përqindja shkonte 76%. E kam lexuar atë raportin dhe e mbaj mend shumë mirë atë përqindje 76%. Dhe në kështu kisha një bindje absolute që pas 90 ditësh, siç e kanë ata praktikën e punës, do të riktheheshin përsëri. Dhe u rikthyen në fakt. U rikthyen pikërisht atëherë kur duhi dhe në ndjenin time Spaku 34 institucione tjera të qeverisë shqiptare nuk do të marrin fonde, por Spaku do t'i marrë 10 fish ose më shumë. Dhe amerikanët dhe evropianët do të jenë shumë më afër Spakut, por thënë ndryshe shumë më afër shtëpisë që kanë ngritur vetë amerikanët dhe evropianët, se Spakun po t'ishte për politikanët tanë edhe majtas edhe djathas, në mjes thonë do ta shkrim, ndark thonë jo, po do ta përmirësojmë, do ta rregullojmë, nuk do ta shkrim, po do ta përmirësojmë. Sa herë godet djathas Spaku quhet opozita dhe thotë që Spaku duhet shkrirë nga themelët, sa herë godet majtas, kryeministri i bie me grusht tavolinës, me grusht kokës, tani do i bjerë murit me kokë, sepse realisht as ato të majtët, as djathas nuk mund e shkrin Spakun, sepse amerikanët janë kthyer. Unë kam një informacion, të paktën që këtë do ta ndajmë me ju dhe me opinionin publik, që ekspertët e FBI-t kanë ardhur në Shqipëri pranë Spakut
dhe do të thellojnë hetimet lidhur me çështjen me Gonigal. Që do thotë që SPAK mund të shkojë deri te kryeministri? Që SPAK-u duhet të shkojë deri te kryeministri. Kjo pas 11 majit apo? Po, s'ka kohë të përcaktuar. Shiko, hetimet nuk kanë kohë të përcaktuar. Qeveria, ekzekutivi gjithmonë thotë programe 100 ditëshe, thotë në 100 ditë do të bëjmë këtë. Fusim mashtrimin e hap populli, do bëjmë këtë. Mbamen kryeministri që thotë më lepni tepsin vetëm. Pastaj thotë më jepni timonin, pastaj thotë unë do t'u jap pasaportën, do t'u çoj në Evropë. Por këto janë programe të qeverisë. Kurse hetimi, për shkak se edhe e njoh, aq sa unë e njoh, hetimi ka problemet e veta, ka vështirësitë e veta, ka pengesat e veta. Normal ka pengesa. Ka dhe një problem shumë serioz sepse disa institucione ligjzbatuese në Shqipëri, për shkak se urdhërohen nga kryeministri dhe ministrat anadollak që nuk e kuptojnë që nesër mund të jenë vetë subjekt të SPAK-ut, pengojnë disa struktura për të mos ndihmuar. Dhe nëse keni dëgjuar revoltën e brendshme që thot kreu i SPAK-ut, thot që disa çështje thot janë të vështira në hetim, kur brenda grupeve kriminale ka drejtor policie, thënë në ligjërat të drejtë. Pra çka do të thotë që pengojnë. Megjithatë, unë them që SPAK-u do të vazhdojë hetimet drejt kreut të qeverisë, sepse kryeministri ende nuk na ka treguar, nuk na ka thënë ku është sekretari i përgjithshëm. Po doli sekretari i përgjithshëm. Në zyrë bashkë me kryeministrin, në zyrën e këtij të fundit. Ku? Dhe tha u ktheva nga Italia, isha për arsye shëndetësore, ja ku jam, pas denoncimeve të opozitës. Ju e keni marrë kurimin? Fletën e kurimit të Jo, s'dim gjë tjetër ne përveç kësaj video. Shiko. Po kryeministri e mblodhi qeverinë që të akordonte një fond 50.000 euro apo 100.000 euro për të kuruar. Për këtë s'dim gjë. Ju e dini shumë mirë që kur smurën ministra dhe zyrtar të lartë, deputet, ne kemi dëgjuar për deputet. Janë akorduar para. Po mirë, ndoshta ka, ai nuk ka nevojë. Apo s'vlen. Pavarësisht se sa ka. Nuk ka rëndësi. Pavarësisht se sa mund të ketë një deputet e ka shumë. Qeveria duhet të jetë shumë e merakosur për shëndetin e zyrtarëve të lartë, po të bëmi serioz, apo do të bëmi shtet serioz, dhe duhet të akordojë një shumë, 10.000 euro. Unë nuk tham, patjetër 100.000 ose 1 milion, 10.000 euro për shëndetin e sekretarit përgjithshëm, i cili ka shërbyer 12 vjet, kryeministri i Shqipërisë, qeverisë shqiptare. Pra nuk u tha, po nuk u tha se që diagnoz kryeministri kur është shtruar vetë për zemrën u tha. Po si çfarë? Probleme me zemra ka disa smundje. Është nështruar, më duket në mos gaboj unë një ndërhyrjeje, nëse e kujtoj mirë videon që kanë Zonja Dervishi, unë uroj që Jo, po i referohem asaj video se nuk di gjë më tepër. Shiko, zakonisht duhet bërë transparent për personat të rëndësishëm të shtetit, duhet bërë transparent diagnoza, smundja dhe niveli dhe gjendja shëndetësore pas daljes nga spitali. Me qëllim që ne t'i urojmë shërim të shpejt, shëndet të plot, dhe t'i shërbej përsëri Shqipërisë. Unë nuk e di. Tani aty në video mirë dukej. Pse s'u kthyn detyrë? Unë po e bëj pyetje publike. Përse ky standard i komunikimit të kryeministrit me opinionin publik për çështje sensitive për persona që janë zyrtarë të lartë. Sipas jush çfarë fshihet që ti bën shkurt? Tani po shkojmë sepse SPAK-u po heton nivelet të larta të qeverisë. Po shkon drejt kryeministrit. Pavarësisht se kryeministri bën arrogantin, e thot kush e prek telefonin tim edhe tun telefonin. Faktikisht telefoni i kryeministrit është prekur. Përmbajtja e telefonit të kryeministrit është në dosjet e SPAK-ut. Përmbajtjen mund t'ja marrin nëpërmjet telefonit të çdo zyrtari që ka komunikuar me kryeministrin. Pra, nëse ke gjithë... Mirë, po jo sekuestrim telefoni, se kam përshtypjen ai e kishte për sekuestrim telefoni. Po, shiko... Deklaratën e tij. Që rëndësi ka që të prek telefoni fizikisht dhe të sekuestruar kur të është vjelur gjithë përmbajtja e bisedave telefonike dhe mesazheve. Çka do të thotë që nesër SPAK-u ka të siguruar disa prova të komunikimit të kryeministrit, të pjesës zyrtare dhe të pjesës arrogancës, sepse flitet edhe për arroganca komunikimesh me ministrat dhe varësit e tyre, të cilat janë shumë bajata dhe normalisht nesër as nuk do t'i lexojmë edhe të zbardhura nga SPAK-u. Por që do të shkohet drejt lartësisë së detyrës kryeministrit, patjetër, edhe për çështjet që ka lobuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku faktikisht lobimi u bë për ish kreun e partisë në opozit, kundërshtare me partinë e kryeministrit, nëse ju kujtohet. Në atë kohë ishte lider
Lulzim Basha, Lulzim që Basha sot në është PD, lideri po. i koalicionit Euroatlantik. Po pra, çështja e famshme e lobimeve. Pasi u ndrua Vula edhe vajti kryetari i opozitës sotme, që është njëherës dhe kryetari i koalicionit për Shqipërinë Madhështore, thotë ka lobuar kundër Sali Berishës, po Sali Berisha në atë kohë nuk ishte kryetari i opozitës. Pra këtu në Shqipëri të vjedhin edhe Hasmin, pra ta vjedhin Hasmin. Pra këto janë gjithse shumë të rënda për të ruajtur madhështinë e tyre. Pra nuk e pranojnë që në atë kohë lufta i bëj ish liderit Partisë Demokratike, por thomi i bëhet liderit historik. Në atë kohë i bëja ditjetit. Pra, këto gjëra kanë për të sheshuar edhe në SPAK, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk funksionojnë si Shqipëria. I shkojnë deri në fund problemit, sepse duan të dinë me kë kanë lidhje, me kë kanë të bëjnë. Kush është ky zyrtari arrogant i Shqipërisë, që ne duhet ta ulim në Triez, që ne nesër duhet të dakordsohemi që të hijë në Bashkimin Evropian etj. Ky që tund pasaportën, edhe pse ka 5 ministra në burg, 20 zëvendës kryeministër në burg, 20 zëvendës kryeministër të dera duke hyrë në burg, dhe një 17-18 kryetar bashkie në burg, edhe një 220 zyrtare më shumë, edhe do banë dhe shtohen dhe ca tjerë, sepse unë e kam parashikuar në atë fallin tim që deri me 5 maj do ketë dëshmorë tjerë nga nivele shumë të larta deri tek pjesa administratës publike, jo për faktin se kam dëshirë unë, po për faktin sepse janë të paktën, me sa di unë janë rreth një 7 dosje, 7 ose 8 dosje, që janë në fazën e përfundimit nga SPAK-u për t'i adresuar drejt gjykatës, dhe atëherë do të bindemi se po, hetimet po shkojnë drejt kryeministrit. Flasim pak për raportin e pak ditëve më parë të punës që paraqiti SPAK në Kuvend. Besoj e kesh fletuar për si të zit paktën si bilancet përgjithshme të punës, si u duk, dhe dua të veçoj një nga pikat ku konfirmoj edhe një herë tjetër një marrëdhënie tashmë jo e mirë, niveli i ulët, mes SPAK-ut dhe policisë së shtetit. Raporti kishte 2 medalje. Nëse keni arritur ta dalloni medaljen. Një medalje ishte që puna hetimore e SPAK-ut ishte në rritje, pikpamjet të goditjes së kriminalitetit, qoftë të organizatave kriminale, qoftë krimit organizuar, qoftë korrupsionit, dhe sekuestrës, dhe në finalizimin e konfiskimit të pasurive të disa grupeve kriminale që varionin të një shifër shumë e lartë, kalonte rreth afroje të 200 milion euro, edhe konfiskimi është shumë e rëndësishme, se mund të vesh sekuestro preventive, por mund mos finalizohet me konfiskime, vërtet. E rëndësishme ishte se ishin mbi 100 ca milion konfiskime pasurish dhe para kesh. Dhe kjo është për t'u lavdëruar, se në fundit opinioni publik, edhe kur nuk është dakord me një zyrtar të lartë shtetit, a kupton, edhe kur nuk është dakord me SPAK-un, kur thotë që i morën vilen, ose i morën pasurinë dhe i morën dhe parat, populli kënaqet, se thotë pas ka dhe një organ që një agjensi ligjzbatuese që në fundit të gjvesh ka dhe nga këto pasurit prallore që kanë vënë me parat e popullit shqiptar. Dhe kjo pjesë e medaljes mu më pëlqeu, të jem realist, sepse duke i krahasuar me rezultatet që ka bërë SPAK-u, dhe me konfiskimet, them që është në rrugën e mbar dhe uroj që ta ngrej stekën në perspektivë. Edhe me hetimin e niveleve të larta, në mos gaboj 33. E thash, këtë i përmenda dhe më parë. Goditja e disa grupeve kriminale etj. Goditja e grupeve kriminale, po edhe zyrtarëve të lartë shtetit. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse duhet të ndalohet iniciativa për të bërë zyrtari i lartë i shtetit për të vjedhur. Nëse do të bërë zyrtari i lartë shtetit deputet, shko për t'i shërbesh popullit, po jo me objektiva për të vjedhur popullin shqiptar. Kjo më pëlqeu. Tani tek pyetja për policinë, me qenë nga eksperienca juaj. Taksativisht mos gabohem, edhe ju kërkoj ndjes për ndoshta mos riprodhimin 100%, thotë veprat penale të referuara nga agjensitë ligjzbatuese, pra të qeverisë, pra policia, ende mbeten në nivele shumë të ulta. Çka do të thotë që kishte rënë shumë, kishte rënë 70%. Do të thotë që shkojmë tek ajo fjala që tash unë. Ka ministra, pra siç në rastin e ministrit brendshëm që ndërton marrëdhënie me shefat e komisariateve, jashtë prezencës së drejtorit përgjithshëm të policisë,
për t'ju dhënë detyra politike për qenë pranë shtabeve të Partisë Socialiste. Është e vërtetë që kanë një marrëdhënie jo të mirë, të ngrirë. Ministri i Brendshëm e kryepolicisë. Dhe ju garantoj që për shkak të këtyre marrëdhënieve dhe për shkak të cënimit të autoritetit drejtorit përgjithshëm të policisë, i cili nuk e ushtron dot dhe nuk ka se mos të kalojmë nga një deg në deg, e dini ju që reforma në polici nuk ka shkuar deri në fund? Pra nuk janë ndruar zëvendës drejtorët e përgjithshëm të policisë që u trumpetu me të madhe që gjenerata e vjetër do ikin të gjithë dhe do vi gjenerata re, bën drejtorët e policisë qarqe, bën shefat e komisariate për të kontrolluar territorin për zgjedhjet, dhe kur vajten tek ata që kanë dokumentat, që kanë problematikat, që kanë ngecjen, ose që kanë gjallërimin e luftës kundër krimit, pra drejtorët e departamenteve të hetimit dhe ata të rendit të sigurisë publike etj, tak stopuan. Përse stopuan? Kush i urdhëroi? Kush e bëri takimin me shefat e komisariatit për t'i atashuar pranë shtabeve të Partisë Socialiste? E bëri politikani, e bëri ministri. Drejtori i përgjithshëm i policisë nuk mund ta pranonte një gjë të tillë. Dhe unë jam i bindur që nuk mund ta pranonte drejtori i përgjithshëm i policisë. Se një drejtor i përgjithshëm i policisë që urdhëron shefat e komisariatit dhe drejtorët e policisë të bëhen pjesë të shtabeve elektorale të partisë në pushtet në nivel qarku dhe në nivel bashkia apo në nivel të jurisdiksionit ku ushtron aktivitetin një komisariat, ai drejtor policie normalisht duhet lënë detyrën. S'ka pse ta bëj, sepse nuk mund të ketë ushtar partie. Unë jam i vetmi drejtor policie në Shqipëri që kam luftuar kriminalitetin, kur më ka penguar qeveria dhe ministri, kam dorëzuar detyrën dhe kam dhënë ndërheqje e kam denoncuar publikisht. Pra edhe drejtori i përgjithshëm policisë ose duhet të qëndroj fort dhe mos të lejoj ministrin ti cënohet organizata e policisë, ose duhet t'jap dorëheqjen. Dhe unë parashikoj që nuk e dia do të shtyhet deri në fund të zgjedhjeve, deri në mbarimin e zgjedhjeve, që të jenë të dy në detyrë, edhe ministri, edhe drejtori i përgjithshëm i policisë. Nëse do ta shtyjnë për shkak të presionit, që nuk do të lëvizish në këto momente sepse bëhet nami. Por pas zgjedhjeve njëri prej tyre nuk do të jetë. Dhe nuk do të jetë dhe realisht nuk do të jetë sepse përplasja është kaq e madhe sa nuk mund të thot populli po u thy buka, nuk ngjitet më. Por kjo dëmton shumë luftën dhe shkojmë atje, se fakti që nuk janë në eficiencë departamentet e hetimit të krimit, nuk është në eficiencë drejtoria e luftës kundër drogës, që është pjesë e departamentit të hetimit në drejtorinë e përgjithshme të policisë, drejtoria e luftës kundër krimit ekonomiko-financiar është në nivelet më të dobta në histori e policisë shqiptare dhe të trafiqeve etj. Por në nivel akoma më të dobët është Agjencia e Inteligjencës Financiare pranë Ministrisë së Financave, ish drejtoria e pastrimit të parave, tani quhet drejtoria e inteligjencës, Agjencia e Inteligjencës, e cila nuk referon asgjë. Prandaj edhe këtu në Shqipëri po ngrihen pallate çdo ditë dhe nuk e dinë se nga vijnë parat dhe ka një informalitet përtej kërkesë ofertës në Shqipëri. Po nga vijnë parat, besoj du ta mendoni dhe ju si unë. Vijnë nga bota e krimit, nga trafiqet, nga trafiku i drogës, trafiku i prostitucionit, vijnë nga veprimtaritë e paligjshme në Shqipëri në mënyrë galopante, e vijnë edhe nga abuzimet me fondet publike. Sepse nëse nuk jam gabim, unë jo pa qëllim në një studio televizive para javën që kaloi, thash që shumë shpejt do të shihni se çfarë është bërë me prokurimet publike, me një operator, tendra sekret, qoftë në AKSH, qoftë në institucionet në Ministrinë e Transporteve, qoftë në të gjitha ministritë, tendra të porositur nga grupet kriminale, nga ministrat që kanë lidhje me botën e krimit për të favorizuar njerëzit e botës krimit, me qëllim që të rreshtonin për fushatën elektorale. Me sa kuptova unë, Spaku e kishte në mbikëqyrje këtë agjensi, pra prokurimet publike, dhe dje doli me kokë ulur më i nxirr se sa ka lëkurën kreu i prokurimet publike, sepse është bërë kërdia dhe nuk është fol asgjë, si mundet që në Shqipëri. Nuk komentoj faktikisht për gazetarët pas 2 orëve që doli nga Spaka asgjë, sepse ishte thirrur herë të dytë. Për asgjë, e kishte thirrur për asgjë.
Jo, mirë, nuk pranoj të komentoja i vetë, sepse Po, nëse ju kujtohet të kështu tha dhe kur ishte Lalieri për herë të parë. Ishte te kolegët. Mirë, këto janë, po mirë pra se çdo thon aty. Ishte i mrekulluar, madje Lalieri ishte i mrekulluar se kishte bërë një vizitë. Po mirë pra se të gjithë kur shkojnë në SPAK në një institucion, si majta, si djathas, kështu thon pse ke dëgjuar ndonjërin ditë të dalë në SPAK edhe të thotë, po më jep një shembull që ke dëgjuar kur ka dalë nga SPAK edhe ka thënë u thira për këtë, kam faj për këtë. Jo, më jep të kundërtën ti mua, më jep shembull. Po ma jep dot? Herën e parë po pra, Lalieri ishte i qeshur, madje qeshi dhe tha ngela i mahnitur nga kolegët. Të gjithë kështu kanë deklaruar ata. Kursa i djeshmi ishte pjesën e politikanëve. Ai nuk foli fare i prokurimeve publike. U tregu shumë serioz, po shumë i nxjerr, sipas meje. Unë nuk besoj që ai do të jetë rehat. Unë besoj që mbrëm nuk ka fletur. Sepse nuk është zëri vetëm i imi. Madje du të keni parasysh se disa nga konkurrentët në çështjet e prokurimit publike, sepse këtu janë kanalizuar vetëm disa oligark dhe disa vegla të oligarkëve që morën tendra, të tjerët janë për ta konkluduar këtë se do të kalojmë në pikë tjetër. Dhe isha i bindur sepse kisha informacion se ka disa ankesa të vazhdueshme në autoritetin e prokurimit publike nga disa konkurrentë të cilët s'morrin kur tendra. Dhe tendrat në shumicën e rasteve zhvillohen ose me një operator ose tepër sekret. Se çfarë sekreti duhet të ketë për shembull për ndërtimin e një rruge apo për një koncesion apo për një tjetër, unë jam dakord nëse do kishim ngritjen e një sistemi, për mbrojtjen e sistemit që do të ishte tepër sekret, edhe do të bëhej me një operator vetëm. Se kemi patur rast. Po jo për ndërtim rrugësh. Vim pak tek fushata? Se ma the në fillim të intervistës që tu drejtova jo si ekspert sigurie, por vetëm si kandidat për fushat, po unë e bëra për reklam, për promovim. Faleminderit. Tim shojmë me qënë se jemi në një kohë elektorale. Si po shkon fushata? Zonja Dervishi, për hir të vërtetës, unë e vlerësoj pozitive. Për shumë arsye. Spari kam një favor se unë kam punuar në gjithë Shqipërinë, në nivelet drejtuese të policisë shtetit dhe në menaxhimin e krizave për 6 vite, dhe kam shumë njohje me pjesën rurale të Tiranës, sepse më njohin, edhe faleminderit të madhit Zot që unë gjithë shërbimet që ju kam ofruar komuniteteve nga Tropoja, Kuksi, Hasi, Shkodra, Mirdita, Dibra apo Bulqiza, e Mati, e kam afruar si një zyrtar tepër korrekt me integritet. Dhe ndaj flas edhe kundra të majtës edhe kundra të djathës, sepse po pse me Lulzim Bashën? Alternative re, pa mëkate, nuk mbart mëkate. Atje në ekipin ton nuk ka asnjë person që të jetë subjekt i SPAK-ut. Kurse nga e majta dhe e djatha ka shumë subjekte të SPAK-ut dhe unë nuk mund të shkoja paralel me ta. Së dyti, unë edhe aq i ri nuk është Lulzim Basha sapo e bëni ju? Jo, nuk e thash i ri në moshë. Jo, i ri, po dhe unë se kisha për moshën. Si alternativë. Po pse alternative re? A sa herë provoi në krye të Partisë Demokratike? Kush? A ka qenë në pozicione të rëndësishme edhe në qeverinë Berisha? Dhe qeverinë Berisha ka pas sukses. Okej, po ka pasur pra pozicione, kur ka qenë ministri, të lutem, kur ka qenë ministri i transportit. Po pse në krye të PD-s për gati 10 vjet nuk humbi disa herë? Unë nuk e di që ka qenë kryetar i PD-s. A doni të bëni ironi se nën kuptoni që ka qenë realisht Berisha? Jo, s'po ironi, po unë tregoj të vërtetën. Po mirë pra, po për këtë e keni se de jure ka qenë ai. Se kush ishte de facto, kjo është tjetër gjë. Po dini ndonjë kryetar tjetër te Partia Demokratike ju përveç se Sali Berishës? Unë s'di. Unë mbaj mend që kur ishte u la Eduard Selami, u ra me grushta dhe u përzon mezi kapi avionin për tiku për Amerikë. Po kështu kur u bë Tritan Sheu, u largua me ceremoni direkt i morën partinë. Unë nuk di të ketë qenë ndonjë kryetar partie dhe të ketë ikur me votë. Shpërzon me shkelma. Lulzim Basha ka bërë të vetmen gjë që qëndroi, nuk u largua me shkelma. U qëndroi në parimet e tia që unë për sa kohë jam de jure, ndërsa Berisha e ka sulmuar Partinë Demokratike me Molotov. Dhe pikërisht për këtë arsye jam i bindur që s'ka qenë Luli kryetar partie de facto, ka qenë de jure, po de facto unë kam parasysh listat që bëshin. Ju mendoni që
po të kishte qenë Lulzim Basha kryetare e gruas për 15 vite do ishte Albana Vokshi, ose kryetari i forumit të rinor të Partisë Demokratike do ishte Belind Këlliqi, ishin veglat që mbante Saliu për t'i futur stërkamzën Lulit. Po partitë politike në vitin 2021 të Astrid Patozit, Jusefina Topallit, Muslim Murrizit dhe vajzës Azemit të asaj Rudina Ajdarit, kush i bëri? Su ban me bekimin e Saliut për të mos u bërë Lulzim Basha kryeministër. Po koalicionin, këtë nuk e dim, po koalicionin sepse nuk më duket, për shembull, unë nuk i njoh personalisht, për shembull unë njoh personalisht Muslim Murrizin. Po. Nuk besoj se bën pjesë në rreshtin e ushtarëve që i binden Berishës. Do ta pranoj edhe unë që nuk është Lulzim. Jo, kjo më bëri përshtypje se e njoh, këto tjerë nuk i njoh, s'di të them. Po fakti që tani që u largua Lulzim Basha dhe të gjithë kanë shkuar te preri i Saliut, i shkrin partitë, unë nuk e përjashtoj dot asaj. Jo të preri i Saliut, kanë një jetë ata në Partinë Demokratike. Pse të preri i Saliut? Po pse dolën kur ishte? Pse mos rikthehen ata ta vazhdojnë kontributin për Partinë Demokratike, ja kanë dhënë kontributin ata. Po mirë, edhe në kohët më të vështira. Do ta bëjmë debat me pse. Jo, nuk jam për debatun se je i ftuar, po. Po të lutem, kur ishte Lulzimi ato bën parti për t'i marrë vota Partisë Demokratike. Sa po e mori Saliu i shkrin partitë, pse i shkrin? Pse nuk e lexon ndryshe ti? Po unë lexoj siç është. Për shembull, me Bashën nuk ishin më shpresë pas një serie humbjesh. Pse? Tani mendojnë se përse nuk kishin shpresë, sepse pas një serie humbjesh. Të lutem, në 2021-shin, mos ti rikthehemi edhe një herë se kam këtu. Po në vitin 2021 ishte fryma për të ardhur në pushtet. Ishte koha më e mirë e mundshme, u bashkuan të gjithë. Ai ishte rezultati më optimal. Po pra, partia nuk fituan pra. Po Partia Socialiste, po normalisht sepse nuk pranoi LSI-ja që të bashkohej me PD-n në koalicion para zgjedhjeve. Tani, më thuaj pse pikërisht në atë kohë që u kriju fryma, këto krijuan parti për të shkëputur vota nga Partia Demokratike. Dhe këto nuk quhen tradhtar. Dhe tradhtar quhet të Lulzimi që nuk pranon ta marrë Berisha në koalicion. Madje me mburje thot. Se tradhtar tani Lulzim Basha iku nga Partia Demokratike. Po Lulzim Basha iku fare. Po si thot ish kryeministri dhe kryetari i Partisë Demokratike sot, pranoi koalicion me të gjithë me përjashtim të një. Pse përjashtohet një? Nëse se ty të konvenon që të kesh këtë lloj retorike se tashmë je pranë Bashës. Jo, po është e kuptueshme, jemi edhe në fushat elektorale. Unë këtë e kam deklaruar, ju ndoshta nuk e dini, unë kam Jo, dakord, pra, po tani kemë shumë arsye. Kam garuar për primaret e vitit 2023 për pushtetin vendor në Kamës. Dhe kam denoncuar publikisht dhe ju ka dalë rezultati siç kam thënë unë. Partia Demokratike ka humbur bastionin që kishte Kamzën dhe nuk e ka humbur me 3000 vota siç fitonte dikur për Partia Demokratike. E ka humbur me minus 15000 vota. Me kupton tani se ky është rezultati i primareve, ju e pat se çfarë sollën primaret. Primaret Lana Ali Mehmetin, Ilira Ali Mehmetin. Jam dakord, nuk respektua procesin primareve për tu vendosur në lista më votuarit. Po nuk është proces pra, është procesi i turpit që do jap rezultat negativ dhe nesër. Dhe kjo më bënte pesimist për të shkuar te Partia Demokratike. Dhe më bëri optimist, sepse lideri i koalicionit demokratik u deklaruar për një garë të hapur 100%, që nëse dikush merr një vot më shumë se kryetari, futet në parlament dhe kryetari ngelet jashtë. Apo dikush tjetër. Pra ka një garë të pastër. Dhe së dyti, kjo është më e rëndësishmja, sepse nuk pranoj që të vritet demokracia, vota e lirë dhe demokracia. Sepse marrëveshja Partisë Demokratike, Partisë Socialiste u vra vota e lirë. Dhe nuk shkuam dot ne tek politikani i ëmbël, Ilira Ali Mehmeti, do të kisha qejf të isha në shtabin e tij. Më kuptot drejt. Në pikpamje të një morali të një qytetari, do ta kisha kënaqësi të shkosha për krah Ilira Ali Mehmetit për të bërë fushat, edhe për krah Jorida Tabaku. Po nuk do të shkoj unë të bëj fushat për krah Albana Vokshit 4 herë deputete, senatore pa vota. Nuk është në gjendje, e ka provuar, nuk merr më shumë se 3000 vota. Do të ta mbaj Sali Berisha, po nuk bën politik e nderuar. Përmend Albana Vokshit se mund të përmendi djalin e Fari Balliut që Klevis Balliun që mbushi arkën me vota në primare. E dini pse nuk u numëruan votat në Babro? Edhe në Vor.
Besoj në primare e dini, pse se u kapën duke fut vota me shumicë. Kush i bëri? E bëra unë, sekretari organizativ i partisë e bëri. Pra, një njeri që vjedh votat e antarësisë partisë në procesin e primareve, unë do të shkoj të bëj fushat për ta, nuk mund ta pranoj. Në mënyrë kategorike. Kam edhe një shkurtër sepse për efekt kohë duhet të shfrytëzoj pyetjet. Po. Jo, do ma lejosh. Unë kam lindur në Dibër dhe kam punuar në gjithë Shqipërinë. E njoh terrenin, njoh edhe elektoratin. Kur unë di që komuniteti nga viun është një numër i konsiderueshëm, është 1/5 e popullsisë Tiranës. As në listën e Partisë Socialiste dhe as në Partisë Demokratike nuk ka qoftë edhe një kandidat në listë të mbyllur. Ne kemi thënë që politika është përfaqësim. Nëse nuk përfaqëson grupet e interesit dhe komunitetet, ti nuk mund të kesh sukses. Dhe unë kam dalë në një alternativë 3, tu shtrit dorën socialistëve dhe demokratëve Dibran dhe jo vetëm, që banojnë në Tiranë, ja ku e keni kandidatin, me integritet, s'është subjekti spakut, nuk ja kanë dalë kush fjalën edhe kundër qeverisës Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste, kur është bërë fjala për njerëz korruptorë. Më komento pak përplasjet, se nuk janë përplasje, hidhe pritet po e them kështu unë, mes Ramës dhe Bashës, rikthimi i dashurisë së vjetër në skenë, që duhet thonë për hir të së vërtetës, kryeministri po e ndihmon me goxha protagonizëm në këtë drejtim, meqense jemi dhe në kohë elektorale Bashën, apo? Ashtu e lexoni ju, unë se lexoj kështu. Jo, unë po pyes. Basha ka zgjedhur një rrugë për ta diskredituar. Po tani promovim është ai. Shiko. Edhe reklama më e keqe reklam është. Unë nuk e lexoj kështu. Unë e lexoj që po pse nuk i ka dhënë protagonizëm? Po patjetër. Basha, shiko, ai ka dhënë protagonizëm te kryeministri. Ish kryeministri i thot bufi. Po ish kryeministri drejton partinë më të madhe opozitare. Po i thot bufi. Kryeministri i thot bufi. Pse ju mendoni që i bën reklam kur i thot bufi? Jo, e kisha tjetër. Ju e kuptoni shumë mirë çfarë po them unë, po okay. Dakor. Të shkojmë në linjën e ma komento pse po ndodh kjo. Pikërisht, po të shkojmë në linjë. Ke ndonjë informacion? Kanë rënë dakord mes tyre për ta ndihmuar Bashën në konfushat apo jo? Në mënyrë kategorike të garantoj, unë të garantoj të paktën aq sa di unë. Basha dhe Rama nuk kanë asnjë komunikim. Madje Basha po i kthehet në bezdisje Ramës me përsëritjen ku i ke shokët 77 bën 318. Dikur Rama i kujtonte Bashës sa e merrte fjalën në parlament, i kujtonte 77-42. Basha me sa duket, kur u shkput nga Saliu, e ka kompleksuar thua ti? Kur u shkput nga Saliu, lexoi ndër rreshta dhe matematik, e mësoi dhe atë tabelën e shumëzimit dhe e korrigjoi. E pa që e kishte gabim 77 bën 42 dhe e bëri 313. Pra do të thotë që Basha ka bërë gjetjen e tabelës shumëzimit, e cila e godet siç e kanë në kokë Edi Ramën, edhe ku i ke shokët. Janë dy slogane. Po pse rrezikohet nga Basha Rama që thua ti të kompleksuar kaq shumë dhe Po. Sepse rrezikohet elektoralisht? Rrezikohet se nëse Basha bëhet një faktor politik duke nuk u rrezikuan kohën më të mirë të Bashës ku ishte i gjithë faktori opozitar Bashë. Po tani është shirur nga kthetrat e plakut mere të Berishës. E ke dëgjuar ti si thot Rama plaku mere, bufi, kjo tani njeriu i lirë, i vetmi njeri që është shkputur i lirë është Lulzim Basha. Ndoshta me shumë vështirësi, ndoshta edhe me keqardhje. Se nuk e di unë dashurinë që ka pas Basha me Berishën. Por të paktën sot tregohet që është një qytetar i lirë dhe një politikan i lirë, i cili po tenton të fluturojë me kratë e veta. Me qartë. Pse mos ta stimulojmë unë si kandidat që kam pranuar ofertën për të futur në formacionin e tij politik dhe ju si gazetare, që shqyr që një politikan më i ri në moshë se Saliu po fluturon, po tenton, të themi, nëse nuk e pranoni që fluturon, po tenton i lirë, që të dalë i lirë. Opinioni publik shqiptar, votuesi shqiptar, duhet ta shikojnë si alternativë për të mos e marrë politikën sanduiç, njëherë Saliu dhe njëherë Rama, ose njëherë Rama pastaj Saliu, sepse ne që kemi një farë moshe, ne e kujtojmë edhe kur ndryshuan kushtetutën në 2008-ën, edhe kur ndodhi Gërdeci që Rama fërkonte pas shpinë ke dera spitalit ushtarak Sali Berishën që i thoshte do ta kalojmë këtë krizë bashkë dhe në këmbim i mori ndryshimet kushtetuese për ta sjellë në pushtet si pasha. Pra të gjitha këto dhe bashkimin e votave për lirimin e 112 të dënuarve të SPAK-ut dhe GKK-s që ban vitin kaluar për
amnistin, por edhe bashkimin e votave për të mbyllur listat e besnikëve të Saliut dhe besnikëve të Ramës, duhet parë si një dashuri midis Ramës dhe Saliut, jo Ramës e Lulit. Pritshmëritë tuaja për 11 majin të Euroatlantikëve, Patjetër, sa mandate do të merrni? Do të jenë faktor, do të marrim shumë. Do të marrim më shumë se sa e mendojnë ekstremistët e djathtë dhe ekstremistët e majt. Dhe fitues do të jetë? Të shihni mes Ramës dhe Berishës. Fitues do të jetë Shqipëria, sepse nuk do ta ketë politikën bipolare, po do ta ketë me shumë Po jo, dikush do të fitojë një mazhorancë mandatesh. Po, shiko, mazhoranca do të bëhet nga shumë parti. Nuk do të mund të qeverisë si Pasha, as Rama, as Saliu. Dhe qëllimi i koalicionit euroatlantik është që të diktojmë zbatimin e programit të certifikuar nga evropianët, nga gjermanët, që është programi që është lexuar shqiptarëve në qershor të vitit kaluar. Dhe jo ai program të cilin thon një Rama thot më kanë vjedhur programin tim, pastaj thot Saliu Rama më ka vjedhur programin tim. Të dy bashkë kanë vjedhur nga programi i bërë publik një vit më parë në Pallatin e Sportit, atje tek Diga e Liçenit. Në këtë këndvështrim unë them se do të fitojë Shqipëria për faktin se nuk do të ketë një parti politike qeverisë e vetme për të instaluar regjimin në Shqipëri. Pasi në 2013 ne thonim të rrëzojmë regjimin e Saliut. Tani po themi të rrëzojmë regjimin e Ramës. Që populli shqiptar të shpëtojë nga instalimi i regjimeve, duhet të mos e lejë politikën dypolare, por ta shpërndajë për alternativat e reja, të cilat jenë një premis për ta përmirësuar jetën dhe Tani ikim prap nga kandidati, shkojmë sërish si Unë tek do t'jem pjesa e deputet. parë. Të garantoj, do jem Mirë, se do këtu jem nuk të pyet, do apo jem deputet. me qëra fjala për Kam bindje në rang personal, kam çfarë bindje absolute se do jem deputet. Okay. Dhe do të Sa votoj, vota do synove? votojnë të majtët dhe të djatët. Shumë vota. Do më teprojnë sa vota për të hyrë në parlament. Je i sigurt për mandatin? Absolutisht po. Kam një besim absolut tek njerëzit e ndershëm, të cilët nuk kanë përfituar asgjë dhe më e keqja e të këqijave është se në parlamentin e Shqipërisë ka njerëz që i kanë rrjepur, edhe ata minatorët atje në Bulqisë, por që nuk kanë thënë asnjë fjalë për statusin e minatorëve në parlamentin e Shqipërisë. Kurse unë me zërin e një ish drejtori policie ju kam dalë në mbrojtje të minatorëve. E kuptoj. Pavarësisht se çfarë ka abuzuar politika. Unë shpresoj që njerëzit e ndershëm, të cilët s'kan përfituar as nga e majta nga dhe, të paktën do përfitojnë një deputet zënë lirë në parlament, që nuk mund t'ja ndal fjalën as Saliu, as Rama, as Lulzimi, as kushdo të qoftë kreu i partisë politike. Të ikim nga kandidatit, të rikthehemi edhe një herë te eksperti i sigurisë. Si e parashikoni këtë fushat, këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme në aspektin e sigurisë, e kam pyetjen. Ushtria patronazhistëve të Partisë Socialiste është e përforcuar me ekspert të IT-s, të cilët ndoshta do të përgjojnë çdo shqiptar. Por shqiptarët janë të përgatitur për t'i rrëzuar regjimet dhe nuk do të pyesin se çfarë aparaturash do të vendosin ekspertët e IT-s të Edi Ramës për të përgjuar shqiptarët. Dhe vota me ndimin e SPAK-ut dhe të djemve të ndershëm që ka policia shqiptare, që janë në dispozicion të SPAK-ut si pika kontakti, do të bëjnë parandalimin e krimeve zgjedhore, madje unë di që kanë filluar holumtimet për disa aktivitete politike në shkeljet ligjit dhe të kushtetutës. Prisni tensione, përplasje mes... Shiko, nuk besoj, ka ca problemet vogla që kanë midis kandidatëve të brenda partive politike, sepse duke qenë shumë kandidat depërtojnë në zonat e influencës njërit apo tjetrit, po që kanë lidhjet familjare, edhe kjo do të ketë fërkime, si dëgjuat që edhe djali Hallës djali i tezës me vajzën e Hallës, si që ishin ato përplasjet e Gjaçkës me atë Arben Plumin. E ke dëgjuar ti këtë? Sepse njëri e ka djalë vajzë Halle, atë Gjaçkën, edhe për zonat e influencës, sepse njëra do të marrë vota që të ketë mandatin për të shpëtuar lëkurën, sepse është kandidate për në SPAK edhe për të dënuar, tjetri do të jetë njeriu
i vlerësuar i partisë për perspektiven e politike të tij si trashëgimtar i babait. Pra, ka edhe nga këta për zonat e influencës. Unë besoj që tek partitë e vogla nuk ekziston, sepse ne atë kategori vote kërkojmë. Ne kërkojmë të mërziturit elektoratin gri, po themi. Ne kërkojmë vota tek anti-Berishët, dhe të zhgënjërit te nga anti-Ramët, të zhgënjërit me Ramën, po. dhe pjesa gri që nuk shkojnë për votuar. Ne po motivuam këtë kategori votuesish, që është mikse, kryesisht duke synuar tek lidhjet miqësore, farefisnore, krajinore, po shoqërore, e pse jo edhe shoqërore, që na njohin integritetin, na njohin për kujdesjen për njerëzit në rast nevojash dhe nuk kemi njerëz që kemi rendur pas pasurive të mëdha, siç kanë rendur këto oligarkët dhe politikanët që janë pjesë e oligarkisë, them që do kemi tregues pozitiv. Unë personalisht kam shumë besim tek populli dhe tek kjo kategori votuesish. Suksese. Por sot do të tregoj një sekret shumë madh. Për ta përmbyllur, duke ardhur tek ju, takova shtabin elektoral të një kandidati të Partisë Demokratike. Rastisht, po. Unë ndalova makinën dhe ju dhash dorën të gjithëve, po shpërndash lëtura si jeni. Tash ju përgëzoj dhe ju uroj suksese. Se po bani fushat për djalin më të mirë. Po. Kështu e vlerësova unë. Një djalë i ri, një kandidat te lagja 7. Se realisht kam respekt për ta. Pra ne nuk e shohim asnjë kandidat si armik. Të njësia 7 apo 8? Të 7, të 7. Të 7. Pak rëndësi ka se ide emri, kuptohet, për mos lënduar të tjerë, që ka plot kandidat shkëlqyer, dhe midis të tjerëm diskutoshim të problem. Mund ta thuash emrin, s'ka si që. Muçallari, Grigelsi. Unë kam vlerësime maksimale. Nuk e bëra se nuk doja t'ja atakoj sepse mërzitë mund pse tham djalë fjalë të mira, është i shkëlqyer. Po mos mërzitet ndonjë tjetër se ka plot tjerë të shkëlqyer. Tani ku ka sekreti. Dhe i përgëzova, i urova dhe për sukseset, edhe sepse nuk i shoh si armiq, i shoh si konkurrent politik, secili mbledh për vete. Por unë nuk mund t'i them që ti mbledh votat e mia. Dhe njëri nga ata më tha, po pse me Bashën, ne të prisnim këtu te partia jonë, më tha. Me djem të ri dhe vajza të re. I thash, erdha te partia nën, ku kemi mbajtur shpresat, po më mbyllën derën. Nuk e di të kuptohemi drejt. Sepse erdha realisht. Po kur të mbyllet dera dhe nuk të le mundësi të garosh për ato që tham, procesin e famshëm të primarëve, të asaj partisë që do përkrate. Do të detyrohesh të shikosh diku tjetër. Po përsëri i shërben demokracisë, sepse unë nuk e duhet demokracinë e vjetër, duhet demokracinë sipas filozofëve modern, të cilët thonë që nuk ka demokraci ku ka dy parti sanduiç. Ka demokraci ku ka pluripartitizëm, po dhe të gjithë partitë janë pjesë e parlamentit. Falenderoj shumë që të kisha në studio. Edhe unë gjithashtu. Faleminderit të nderuar shikues, do të takohemi me një tjetër të ftuar në një tjetër të hapësirë të Fashoj.